Këta kamione janë prove egale se rallësia dhe funksionaliteti mund të ecin dore për dore, ndonjëherë calojnë pak. Nuk kërkonin të ishin konvencionale, nuk përpiqeshin të kalonin pa u vënë re. Kërkonin të zgjidhnin probleme në mënyra që askush tjetër nuk I kishte imagjinuar, ose thjesht të ekzistonin si një deklarate parimesh. Dhe në atë proces, krijuan makina që sot na bëjnë të pyesim veten se si dreqin dikush mberitin e ato ide. Por funksiononin. Dhe disa dekada me vone, ende bëjnë kete, duke sfiduar kalimin e kohës dhe logjikën në veçanti vendet e fundit të kësaj liste. Le të fillojmë. Numri 17. Citroën Type H, Franca, 1927. Kur Citroën prezantoi Type H në vitin 1947, Evropa ende po merrte veten nga lufta. Materialet ishin të pakta, buxhetet të shtrënguara dhe kompanitë kishin nevojë për transport të përballueshëm më shumë se sa për stil. Inxhinierët e Citroën u përgjigjen me një furgon që shpërfilte plotësisht estetikën konvencionale dhe përqendrohej te praktika. Rezultati ishte një automjet që duke I bërë me pjesë të ricikluara avionësh, panele ansore të sheshta, brinjë të ekspozuara dhe flet metali të bllokuara që përshkonin të gjithë karoserinë. Ai përfundimi I rudhosur nuk ishte dekorativ. Ai shtonte ngurtësi paneleve të hollë të qelikut, duke I lejuar Citroën të kusente peshë dhe material, ndërsa ruante rezistencën strukturore. Kuiqazje pasqironte teknikat e ndërtimit aeronautik dhe bënte furgonin të lehtë dhe të qëndrueshëm. Type H përdorte tërheqje të parme dhe karoseri monokok, diçka revolucionare për një automjet komercial në atë kohë. Shumica e furgonëve ende përdornin shasi me trungje dhe tërheqje të pasme. Duke vendosur grupin motorik përpara, Citroën arriti një dysheme ngarkimi të ulët dhe të sheshtë, dhe një zonë katrore që mund të përdorej në të gjithë lartësinë e saj. Për tregtarët, kjo ishte transformuese. Një bukpjekës, hidraulik ose elektricist mund të qëndronte në këmbë brenda furgonit. Ngarkimi I objekteve të rënda kërkonte më pak sforcim. Dera ansore rrëshqice dhe hapja e gjere pasme e bënin aksesin të thjeshtë. Type H u bë I kudo ndodhur në Francë dhe më pas në vende të tjera evropiane. Shërbeu si ambulancë, furgon policie, automjet postar, punishte lëvise dhe pikë tregu. Në zonat rurale, ishte shpesh e vetmja lidhje motorizuar mes fshatrave dhe qyteteve. Ajo që e bën të çuditshëm Type H është se kurrë nuk tentoi të dukej modern. Gjatë 34 viteve të prodhimit të tij, forma bazë pothuajse nuk ndryshoi. Ndërsa makinat evoluonin me flet, kurbat dhe linja këndore, Type H mbetej një kuti industriale. Identiteti I tij vizual u bë I pavdekshëm fal kokforcisë. Madje edhe në vitet 70, Type H të reja dukeshin si relikte të një epoke tjetër. Sot, furgoni festohet si një ikon e dizajnit. Ekzemplar të restauruar shtërohen në kafene lëvise dhe food trucks, të vlerësuar për karakterin e tyre. Por fama e tij fsheh qëllimin e tij origjinal, të ishte I lirë, rezistent dhe I dobishëm në një ekonomi të dëmtuar. Numri 7. Bedfordshire, Mbretëria e Bashkuar, 1952. Prezantuar në vitin 1952, Bedfordshire lindi në një moment kur bizneset e vogla britanike po zgjeroheshin. Dyqanet, tregtarët dhe kompanitë e shërbimeve kishin nevojë për automjete komerciale të lehta, që ishin të përballueshme, kompakte dhe të lehta për tu mirëmbajtur. Bedford, dega komerciale e Vauxhall, dorëzoi një furgon që do të bëhej I njohur në rrugët britanike për më shumë se një dekadë. Karakteristika më goditëse e QA ishte fytyra e tij si bulldog. Në vend të një kofanoje të gjatë ose një dizajni me kabinë të plotë, Bedford krijoi një front të shkurtër dhe të rumbullakosur që strehonte motorin ndërsa e mbante automjetin kompakt. Kjo jepte furgonit një pamje miqësore, pothuajse si vizatim I animuar. Por forma nuk u zgjodh për shkak të sharmit. Ishte një zgjidhje paketimi që lejonte një gjatësi totale të shkurtër, ndërsa ruante aksesin te motori për mirëmbajtje. Mekanikisht, QA ishte I thjeshtë. Përdorte motor benzine të provuar, suspension të thjeshtë dhe komponent të fortë që punishtet lokale mund t'i riparonin.
Kjo e bënte atë ideal për operatorët e vegjël që nuk mund të përbalonin kohë jo produktive ose riparime të specializuara. Furgoni ofrohej në stile të shumta karoserie: furgon i mbyllur, pick-up, minibus dhe shasi kabin për karoseri të personalizuara. U bë i preferuar për shërbimet e shpëndarjes, kompanitë e shërbimeve publike dhe madje edhe ambulancat. Ajo që e bën të çuditshme Bedford CA në retrospektiv është se sa e ngushtë dhe e lartë ndihet. Krahasuar me furgonët modern, duket pothuajse e brisht. Rrota të vogla, shtylla të holla dhe mbrojtje minimale kundër goditjeve pasqyrojnë një epokë tjetër të dizajnit të automjeteve. Megjithatë, në kontekstin e tij, ishte krejtësisht i përshtatshëm për rrugët dhe ekonominë britanike të pasluftës. Mund të lundronte në rrugë të ngushta, të parkonte në hapësira të kufizuara dhe të ngarkonte mjaftueshëm për tregtin lokale. Numri 9. GMC-DUKW SHBA 1982. Mes të gjithë kamionëve klasik të çuditshëm, asnjë nuk e mjegullon linjen mes automjetit dhe mjetit lundrues aq plotësisht sa GMC-DUKW, i zhvilluar gjatë luftës së dytë botërore. DUKW nuk u projektua për stil, komoditet apo jetëgjatësi. U ndërtua për një detyrë brutale, të dërgonte njerëz dhe furnizime nga anijet direkt në brigje armiqësore. Kamionët konvencional nuk mund ta bënin këtë, dhe anijet nuk mund ta lëviznin lehtësisht ngarkesën sapo të arrinin në tokë. DUKW e zgjidhja të problem duke qenë të dyja. Bazuar në kamionin ushtarak të provuar GMC-CCW prej 2 tonë e gjysmë, DUKW përdorte të njëjtin grup motorik bazë dhe shumë pjesë të përbashkëta. Inxhinierët më pas e mbështollën atë bërtham mekanike në një guask qeliku të papërshtatshme nga uji. I vendosën një helik në pjesën e pasme dhe shtuan një timon të lidhur me timonin e drejtimit. Rezultati ishte një kamion amfib me 6 rrota lëvizse, i aftë të dilte nga një anije zbarkimi, të notonte në ujëra të turbullta dhe të ngjitej direkt në një plazh në zjarrin e armikut. Më shumë se 21.000 DUKW u prodhuan mes viteve 1942 dhe 1945. U përdorën gjerësisht në teatrot e paqësorit dhe Evropës, më famshëm gjatë zbarkimeve të Normandisë. Vlera e tij ishte menjëhershme. Atu ku kalatat ishin shkatëruar ose nuk ekzistonin, DUKW dërgonin municion, ushqim dhe furnizime mjekësore direkt nga anijet e ankoruara në breg. Mund të kthenin ushtar të plagosur në anije spitalore pa pasur nevojë për mjete zbarkimi të specializuara. Ajo që e bën DUKW në aq të çuditshëm është se kurrë nuk ishte plotësisht një kamion ose një anije. Në tokë ishte i lartë, i rëndë dhe më i ngadalt se kamionët standard. Në ujë ishte më i ngadalt dhe më pak i shkatët se anijet e ndërtuara për atë qëllim. Megjithatë, në hapësirën e ngushtë mes detit dhe tokës nuk kishte rival. Ai rol tranzicional përcaktoi ekzistencën e tij. Pas luftës, shumë DUKW ju shitën operatorëve civil. Disa u zhderuan në anije pune në porte dhe sisteme lumore. Të tjerë u transformuan në automjete turistike, duke i dhënë fillim Duck Tours, që ende operojnë në qytete të gjithë botës. Numri 8. GM Futureliner Shëspapia 1920. Në fund të viteve 30 dhe në fillim të viteve 40, General Motors donte t'i tregonte publikut se si mund të ishte ardhmja. Kompania krijoi Paradën e Progresit, një ekspozitë shëtitse që dërgonte teknologji të reja në fshatra dhe qytete të gjithë Amerikës. Për të transportuar këtë vizion, GM ndërtoi një flotë automjetesh të jashtëzakonshme, të njohura si Futureliners. U ndërtuan vetëm 12 Futureliners, secili ishte pothuajse 11 metra i gjatë dhe mbi 3 metra i lartë, duke u lartësuar mbi trafiku normal. Nuk ishin autobus as kamion në sensin konvencional. Secili automjet mbante një modul ekspozimi autonom. Panele ansore gjigante hapeshin për të zbuluar skena, ekrane dhe hapësira demonstrimi. Brenda kishte ekspozita mbi motorët me reakcion, elektricitetin, pajisjet elektroshtëpiake dhe transportin futuristik. Mekanikisht, Futureliners ishin automjete komerciale të shërbimit të rëndë, që përdornin komponent kamionësh GM të përshtatur për karoseritë e tyre gjigante të personalizuara. Kishin motor të mëven benzine,
shasi rezistente dhe sisteme elektrike komplekse për të ushqyer ekspozitat. Udhtonin në konvoj, duke formuar një spektakël rrotullues që transformonte vendparkimet dhe panajret në ekspozita botërore të përkohshme. Ajo që e bën aq të çuditshëm Futurelinerin është qëllimi i tij. Nuk ishte i destinuar të transportonte mallra, as të ndërtonte infrastrukturë. Ishte një makinë marketingu. Çdo kurb, çdo rip kromi, çdo panel i ngritur ishte i projektuar për të bërë përshtypje dhe për të frymëzuar. Kombinonte inxhinierin industriale me prezantimin teatral, duke krijuar një automjet që ekzistonte vetëm për të treguar një histori mbi të nesërmen. Kur parada e progresit përfundoi në vitet 50, Futureliners u shpërdan. Disa u dërguan për skrap, të tjerë u shndëruan në kisha lëvizse, automjete komande ose transporte të veçanta. Disa pak mbijetuan në hambar dhe oborre magazinimi, të harruar derisa koleksionistët njohën vlerën e tyre historike dekada më vonë. Futureliners e restauruar tani arrin çmime të jashtëzakonshme dhe ekspozohen në muze dhe koleksione elitare. Të shohësh një të tillë personalisht është jo reale. Duket si një anije kozmike që mori një dalje të gabuar drejt një autostrade. Megjithatë, është plotësisht real. Numri 7. Rotinov, Atlantic. Mbretëria e Bashkuar, 1952. Në fillim të viteve 50, industria britanike e transportit përballej me një sfidë në rritje. Rindërtimi i pas luftës kërkonte lëvizjen e ngarkesave masive, makineri industriale, komponent për centrale elektrike, pajisje ushtarake dhe pjesë infrastrukture të përmasave të stërmëdha. Kamionët standard thjesht nuk ishin mjaftueshëm të fortë. Në vend që të zgjerohen ngadalë si prodhuesit e mvenj, një kompani e vogël e quajtur Rotinov Motors u shfaq me një ide të guximshme. Të ndërtonte një traktor rrugor aq të fuqishëm sa të mund të tërhiqte ngarkesat që më parë konsideroheshin të pamundura për autostradat. Themeluar nga inxhinieri George Rotinov, në vitin 1952, kompania prodhoi Rotinov Atlantic dhe më pas Super Atlantic. Këto makina nuk ishin kamion të zakonshëm, ishin traktor me çakëll, automjete të projektuara specifikisht për transportin e ngarkesave ekstremisht të rënda. Atlantic përdorte një shasi qeliku masive, akse të shërbimit të rënd dhe një motor Rolls-Royce benzin i nxjerrë nga teknologjia aeronautike dhe ushtarake. Ky grup motorik vetëm e dallonte atë nga kamionët konvencional të epokës, të cilët tipikisht përdornin motor nafte modest. Qëllimi i Atlantic ishte unik, të lëvizte peshë të jashtëzakonshme. Mund të tërhiqte rimorkio me shumë akse me ngarkesa shumë mbi kapacitetin e automjeteve rrugore standarde. U ndërtua vetëm një numër shumë i vogël, më pak se 40 Atlantics dhe Super Atlantics në total. Shumë u eksportuan në vende me terene kërkuese dhe nevoja të specializuara, duke përfshirë Zvicrën, ku shërbyen në role ushtarake dhe industriale. Ajo që e bën të çuditshëm Rotinov Atlantic nuk është vetëm rrallësia e tij, por përmasa e tij. Duket i stërmadh, madje edhe pranë kamionëve të rënd modern. Kabina e tij qëndron lart dhe e ngushtë, e montuar mbi një shasi që duket më shumë industriale se sa automobilistike. Nuk i ngjan një automjeti shpërndarje, as një traktori rrugor. I ngjan një pjesë lëvizse të pajisjeve të fabrikës. Rotinov Motors nuk mundi të mbijetonte në afatgjat. Tregu për automjete aq ekstrem ishte minimal, dhe prodhuesit më të mëdhenj eventualisht hynë në segmentin e ngarkesave të rënda me dizajne më të standardizuara. Në fund të viteve 50, Rotinov ndërpreu operimet. Megjithatë, makinat vet u treguan të qëndrueshme. Disa mbjetojnë sot në muze dhe koleksione private, ende të afta të lëvizin dekada pas krijimit të tyre. Atlantic përfaqëson një moment kur vizioni një inxhinieri tejkalloi për pak kohë industrinë. Është i çuditshëm sepse duket si një prototip që i shpëtoi realitetit. Deri këtu kemi parë rrallës imagjepsëse, makina që zgjidhnin probleme specifike në forma që askush tjetër nuk i imagjinoi. Por ata që vinë janë të një niveli tjetër. Janë ata që sfiduan logjikën, ata që duken të nxjerrë nga një makf inxhinieri dhe një që është aq i çuditshëm sa do të pyesësh veten se si dikush mundi të miratonte ndërtimin e tij. Përgatitu, sepse më e mira pritet të vijë. Numri 6. Marmon Harrington, 6 pobedja,
vitet 30-50. Sot e marrim si të mëlqen që një kamion mund të ketë tërheqje në të 4 rotat. Por pati një kohë kur kjo nuk ekzistonte. Një epokë ku nëse doje të dilje nga asfalti, ishe vetëm. Marmon Harrington e ndryshoi këtë. Kjo kompani amerikane nuk prodhonte kamion nga e para. Bënte diçka shumë më inteligjente. Merrte kamion të zakonshëm nga Ford dhe Chevrolet, ata që çdo punishte njihte, dhe i transformonte në bisha gjithtoksor. Shtonin akse të parë me lëvizje, kuti transferimi, suspensione të përforcuara dhe gjithçka të nevojshme që një automjet shpëndarjeje të mund të ngjitej nëpër një mall. Rezultati ishte një hibrid, gjysmë makinë fabrike, gjysmë projekt inxhinierik i specializuar. Çdo konvertim ishte unik, i bërë me porosi për nevojat e klientit. Disa ishin 4x4 të thjeshtë, të tjerë shtëroheshin në monstra me 6 rrota lëvizje. Nga jashtë dukeshin si kamion normal, nga ata që sheh në çdo rrugë amerikane. Por kur shikoje poshtë, ku shihe atë lëmsh aksesh dhe transmisionesh, e kuptoje që ishe para diçka e plotësisht ndryshe. Gjatë luftës së dytë botërore, Marmon Harrington u bë një furnizues vendimtar për forcat aleate. Kamionët e tyre kalonin shkretira, xhungla dhe male, ku asnjë automjet tjetër nuk mund të kalonte. Dërgonin furnizime në vijën e parë, tërhiqnin pjesë artillerie, shpëtonin jetë në frontet më të largëta. Pas luftës, vazhduan të punonin në vende ku rrugët ishin një luks, miniera, shfrytëzime nafte, ekspedita shkencore. Ajo që i bën të çuditshëm këta kamion është se nuk ka dy të barabartë. Çdo Marmon Harrington është një ekzemplar unik, një pjesë historie mbi rrota. Dhe më e habitshmja është se shumë vazhdojnë të punojnë sot, duke vërtetuar se kur bën diçka mirë, koha e jep faturën, por jo gjithmonë e vjell. Numri 5. Tatra 111, Çekoslovakia 1920. Ndërsa prodhuesit perëndimor ndërtonin kamionët e tyre mbi shasi me trungje, 2 trare paralele të bashkuara nga tërthor, në Çekoslovaki dikush vendosi të merrte një rrugë rrënjësisht ndryshe. Tatra zhvilloi një sistem që dukej i nxjerrë nga një planet tjetër. Një shasi me tub qendror, një shtyllë kurrizore e stërmave që përshkonte të gjithë automjetin, duke mbrojtur transmisionin në brendësi të tij dhe duke mbajtur akse lëkundës të pavarur në çdo rrotë. Ky dizajn dukej i çuditshëm në sy të inxhinierëve konvencional, por kishte avantazhe të pabesueshme. Tubi qendror mbronte komponentët vital nga goditjet dhe shkëmbinjt. Akset lëkundës lejonin që rrotat të lëviznin në mënyrë të pavarur, duke ruajtur tërheqjen në terrene ku kamionët e tjerë rrëshqisnin pa shpresë. Dhe mbi të gjitha, Tatra montonte motor të ftohur me ajër, duke përfshirë një V12 nafte në versionet e para. Tatra 111 u bë legjendare në vendet më të ftohta të planetit. Në Siberi, ku temperaturat binin shumë nën zero dhe motorët me ujë ngrinin në bloqe solid, Tatra vazhdonin të ndizeshin. Ajri nuk ngrihet, dhe ajo e vërtet e thjesht i mbajti këta kamion duke punuar kur gjithçka tjetër ishte paralizuar. Transportonin dru, makineri dhe furnizime përmes tundrës siberiane, në për rrugë që nuk meritonin atë emër. Shoferët tregonin se mund ta lije një natë në 40 gradë nën zero, dhe të nesërmen, me pak durim, vetëm 10 kthehej në jetë. U ndërtuan më shumë se 34.000 njësi. Nuk ishte një eksperiment. Ishte shtylla kurrizore e transportit në gjysmën e Evropës lindore dhe një pjesë të madhe të Bashkimit Sovjetik. Vizualisht, Tatra 111 mbetet e çuditshme madje edhe sot. Kabina, e lartë dhe e ngushtë, qëndron mbi një kofano shumë të gjatë. Rrotat, për shkak të akseve lëkundës, marrin kënde të çuditshme kur kamioni është i pashkarkuar. Duket si një automjet i montuar në rregulla të ndryshme, dhe ashtu është. Përfaqëson një deg evolutive të dallueshme në historinë e kamionit, një që i dha përparësi mbijetesës mbi familiaritetin. Numri 4. Leyland Octopus, Mbretëria e Bashkuar, 1934. Shumë përpara se rimorkjot e artikuluara të dominonin rrugët, lëvizja e ngarkesave të rënda kërkonte zgjidhje kreative. Më kreative nga të gjitha ishte Leyland Octopus. 8 rrota, të gjitha në një shasi të ngurtë, 2 akse të parme, drejtues dhe 2 të pasme lëvizës. 8 rrota duke punuar bashk për të shpëndar peshën dhe lëvizur ngarkesa që asnjë kamion me 4 ose 6 rrota nuk mund t'i ndëronte.
Në një epokë përpara, kontenierëve të standardizuar dhe gjysmë rimorkjove me kapacitet të lartë, ky konfigurim lejonte transportin e ngarkesave industriale gjigante direkt mbi një automjet të vetëm të ngurtë. Qelik, makineri, materiale ndërtimi, gjithçka nxinte në Octopus. Modelet e para përdornin motor të mvenjë benzine, më pas të zvendësuar nga motorët nafte të vetë Leyland. Gjatë dekadave, platforma evoluoi, por koncepti qendror mbeti: maksimizimi i ngarkesës brenda limiteve të rrjetit rrugor. Për kompanitë e ndërtimit, shërbimet bashkiake dhe industritë e rënda, Octopus u bë domosdoshëm. Ajo që bën të çuditshëm Octopusin sot është prania e tij e thjeshtë. Karoseria e tij e gjatë dhe me anë të sheshta, akset e tij të shumtë, forma e tij e ngurtë, të gjitha këto e bëjnë të duket pothuajse prehistorik. Pranë kombinimeve moderne të traktorit dhe rimorkjos, ku transporti i rënd aktual varet nga artikulimet dhe modulet, Octopus mbante gjithçka mbi një bazament të vetëm të stërmat. Por kjo nuk ishte jo efikasitet, ishte inovacion. Në një moment kur infrastruktura rrugore dhe rregulloret ende evoluonin, Leyland projektoi një kamion që zgjaste limitet e asaj që rrugët mund të mbanin. Octopus ndihmoi në vërtetimin se transporti rrugor mund të rivalizonte hekurudhën për ngarkesa të rënda, duke formësuar të ardhmen e logjistikës komerciale britanike. Ekzemplarët që mbijetojnë sot ndihen si relikte të një linje kohe alternative të transportit. Janë masiv, por të thjeshtë, të fuqishëm, por të ngadalt, elegant vetëm në qëllimin e tyre. Numri 3. Berliet 900, Franca, vitet 50. Në vitet 50, Franca kërkonte të zgjeronte ndikimin e saj në Sahara. Problemi ishte se shkretëtira nuk ka rrugë dhe lëvizja e makinerive të rënda në përduna rëre kërkonte diçka që askush nuk e kishte ndërtuar më parë. Berliet, prodhuesi francez, u përgjigj me T100, një monster që dukej më shumë si një ndërtesë me rrota se sa një kamion. Gomat e tij matnin më shumë se 2 metra lartësi, secila peshonte më shumë se një makinë kompakte, dhe kamioni ishte aq i gjerë sa zinte 2 korsi të plota të një autostrade moderne. Që të kesh një ide kur qarkullonte në rrugë, nuk ishte asnjë mënyrë për ta parakaluar. Thjesht nuk ishte hapësirë. Nën kofanon e tij, ose më mirë nën kabinën e tij, mbante një motor nafte V12 që zhvillonte 600 kuaj fuci, një shifër monstruoze për epokën. Por mbresëlënse nuk ishte fuqia, por ajo që mund të lëvizte. Ngarkesa deri në 100 ton mbi rërën e lëshuar të shkretëtirës. Për të arritur këtë, Berliet u desh të përballej me një problem të papritur. Nuk ekzistonin goma të afta të mbanin atë pesh pa u zhytur në rër. Kështu që, literalisht, u desh të projektonin goma speciale, të prodhuara ekskluzivisht për këtë kamion, me një gjerësi dhe një vizatim kur të parë. T100 punoi në minierat e Saharas për vite, duke lëvizur pajisje shpimi dhe transformator gjigant. Ishte një dinozaur mekanik në një mjedis prehistorik. Më e pabesueshmja e T100 është përmasa e tij. Kur e sheh pranë një kamioni normal, truri yt hyn në konflikt. Proporcionet nuk përputhen. Një automjet i tillë nuk duhet të ekzistonte, por ekzistoi dhe punoi, dhe vërtetoi se me mjaftueshëm fuci dhe dizajn, pothuajse çdo mas mund të lëviz. Numri D. Oshkosh 88, SBA, vitet 70. Nëse ndonjëherë ke parë një insekt gjigant dhe ke ndjer atë përzierje fascinimi dhe pështjelimi që prodhon ajo që nuk është njerëzore, por lëviz me qëllim, Oshkosh me 8 rrota do të prodhojë saktësisht të njëjtën ndjesi. Projektuar për ushtrinë amerikane në vitet 70, ky kamion dukej si një merimang mekanike, gati për të ngjitur në çdo sipërfaqe, sado e pamundur të dukej. Kishte 8 rrota dhe më e rëndësishmja, të 8-ta ishin lëvizse. Nuk ishte rrotë të vdekur, nuk ishte pikë të dobët, por ajo që e bënte vërtet special ishte sistemi i tij i drejtimit. Jo vetëm rrotat e parë me ktheheshin, edhe ato të pasme të bënin, dhe ato të mesit gjithashtu, duke lejuar që ky kolos prej 30 tonësh të mund të kthehej praktikisht mbi veten e tij. Imagjino një kamion me përmasat e një shtëpie, duke manovruar në një hapësirë ku një makinë normale do të kishte vështirësi për të parkuar. Kjo ishte Oshkosh. U projektua për një mision shumë specifik, të transportonte raketa balistike dhe pajisje të rënda përmes tereneve ku nuk ishte rrugë, ku çdo automjet tjetër do të mbete i bllokuar pas pak metrash, viktime balltës, rërës ose dëborës. Kapaciteti i tij për të tejkalluar pengesa,
për të ngjitur pjerësi që dukeshin si mure, për të kaluar lumenj dhe pellgje balte pa u prishur, e shndërroi në një vegjël strategjike të paqmueshme gjatë viteve më të tensionuara të luftës së ftohtë. Shoferët që e drejtuan tregojnë se në fillim të jepte frikë, një ndjesi e çuditshme në stomak, sepse ai sistem drejtimi në të 8 rrotat bënte që kamioni të përgjigjej në mënyra të papritura. Por sapo mësoje të kishe besim te ai, zbulonit se mund të dërgonit në vende që asnjë automjet tjetër nuk mund t'i ndërronte. Një merimang mekanike prej 30 tonësh që ende sot, gjysmë shekulli më pas, imponon respekt dhe provokon mosbesim. Numri në gje, mbreti i Harremit. Hayes HDC, Kanada, vitet 50-80. Nëse ndonjëherë pe avull duke dalë nga rrotat e një kamioni, sikur makina po nxirrte frymën e saj të fundit ose po përgatitej për një betejë, ndoshta po shikoja një Hayes HDC. Ky nuk ishte një kamion shpërndarjeje urban, nuk ishte një automjet ndërtimi konvencional. Ishte një monster i industrisë pijore kanadeze, i projektuar për një mision të vetëm: të zbriste malet i ngarkuar me trungje gjigant pa vdekur në tentativë. Rrugët e shfrytëzimit pijor në Kolumbinë Britanike ishin dhe vazhdojnë të jenë disa nga më të rrezikshmet e planetit. Pjerësi aq të pjerta sa frenat konvencional thjesht mbinqeheshin dhe dështonin, duke shndërruar zbritjen në një ruletë ruse. Ngarkesa prej 200-300.000 pound dru duke shtyr poshtë, duke u përpjekur ta zhderonin kamionin në një predh të pakontrolueshme. Zgjidhja e Hayes ishte aq e thjeshtë sa edhe e tmerrshme. Një sistem frenash të ftohur me ujë. Kamioni mbante një serbator gjigant me kapacitet prej 100 litrash, qëllimi vetëm i të cilit ishte të spërkaste ujë vazhdimisht mbi tamburët e frenave për të shmangur që të arrinin temperatura kritike. Sepse një Hayes HDC duke zbritur një mall i ngarkuar ishte praktikisht një zjarr potencial në lëvizje, një lëmsh metali i skuqur gati për t'u dalë jashtë kontrollit. Kur e shitje të zbriste, mund të vëreje avullin duke dalë nga rrotat sikur makina po merrte frymë, si një dragua mekanik duke nxjerr frymën e tij pas një dite të gjatë. Struktura e tij ishte brutaliste, katrore, e rëndë, e ndërtuar pa lëshime ndaj estetikës as komoditetit. Platforma e ngarkimit mund të maste deri në 14 këmbë gjerësi për të mbajtur trungjet më të mëdhenj që makineria pijore mund të priste. Lartësia e tij ishte friksuese, prania e tij dërmuese. Ishte një gjigant i projektuar për një mjedis ku një gabim do të thoshte të bie në një humner prej 100 metrash, ku jeta e shoferëve varej nga faktori që ato frena të ftohur të punonin çdo sekond të çdo zbritje. Dhe e pabesueshmja, ajo që sfidon çdo logjik është se shumë nga këta kamion ende punojnë në pyje sot. Jo sepse janë modern, jo sepse kanë teknologjinë e fundit në siguri, por sepse janë tepër rezistent për t'i tërhequr. Ndërtuar në një epokë ku inxhinieria kërkonte diçka më të thjeshtë, por shumë më të guximshme, Hayes HDC vazhdojnë aty, duke sfiduar kohën, malet, vetë gravitetin. Sepse në fund, këta kamion jo vetëm transportonin dru, transportonin obsesionin njerëzor për të shtyr limitet e të mundshmes, për të arritur pak më larg, për të ngarkuar pak më shumë peshë. Dhe për këtë, pa asnjë dyshim, Hayes HDC është mbreti i padiskutueshëm i kamionëve të harruar. Kemi kaluar nga makinat që zëvendësonin kuajt në rrugët e Londrës me rrotën e tyre të vetme të parme, te furgonët francez me flet të rrudhosur që dukeshin të nxjerrë nga një hangar avionësh, duke kaluar në për kamion amfib që kalonin plazhe në zjarrin e armikut, teatra rrotullues që shitnin të ardhmen, traktor me motor aviacioni, konvertime unike që cuan tërheqjen 4x4 në vende të pamundura, kamion çek me shtyllë kurrizore që mbjetonin në të ftohtin siberian, oktapod me 8 rrota që transportonin atë që askush tjetër nuk mund ta lëvizte, gjigant francez që zinin 2 korsi, merimanga mekanike të ushtrisë dhe në fund këtë dragua kanadez që zbriste male duke nxjerr avull nga rrotat sikur po merrte frymë.